Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, salavatun me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke trajtuar temën si ta ndryshojmë vetveten. Të ndershëm vëllezër, kjo këshill, të gjithë kemi nevojë për këtë këshill, pavarësisht gjendjes që e kemi. Qëllimi jonë, kemi thënë, është që ne ta e plotësojmë edhe më tepër, ta e fisnikrojmë edhe shpirtin tonë dhe njëkohësisht të plotësohemi në vlera. Ndryshimi është i mundshëm, por kërkon sakrificë. Asgjë nuk është e pamundshme. Njerëzit të cilët zakonisht të ndershëm vëllezër nuk kanë ndryshuar prej që i njohemi na, filanin edhe filanin edhe filanën edhe filanën, e njeh ti dhe unë që 50 vjet. Ç'ashtu është? As ninon, as falet, dikush tjetër është shpërfillës, bën probleme, çështu u plak që thonë me një pormen. Çka kanë këta njerëz të veçantë? Këta kanë vendosur para vetit një barikadë që ose s'du me ndryshu, unë qështu, pra nuk e pranon ndryshimin, ose e konsideron ndryshimin të pamundshëm. Asgjë të pamundshme s'ka. Sepse sikur të ishte pamundshme, Allahu xhalla xhelalu nuk i kish bën normat. Këto e kam shpjeguar shumë herë, ndoshta, po ja vlen me përsërit ose më përkujtu. Pra sikur të ishte e pamundshme ndryshimi, Allahu nuk na kish ngarku, sepse njëra anë Allahu ka sjell argumente në Kur'an që unë nuk ju ngarkoj për te mundësive që i keni ju. Në anën tjetër, aja që Zoti thret është se njeriu pra çështë kalitet vepron. Prandaj mundësia për të ndryshuar është gjithsesi jo vetëm që është e mundshme, po edhe kushtet Allahu i ka kriju për të ndryshuar. Madje qenin tonë, aspektin fizik dhe shpirtëror dhe mental që na ka kriju, e ka kriju Allahu me mundësinë ndryshimi. Por me kuptu këta malet, se cili mediton vetvete. A jemi po të njëjtit që jemi kom para 10 vite, para 20 vite, para 30 vite, e ata që kanë mosh më herët, si jemi të njëjtë. Kemi shtu informacione në mendjen tonë, kemi marrë qëndrime ndryshme, ndoshta kur je ka njeri, ke thonë, do t'i kam këtë qëndrim, tu pjek, tu e kuptu jetën, jo s'po bëj kam javon qështu, po du kam e ndryshu. Pra, po flas njerë si qëndrime njerëzore, humane, burnore, se ka njëherë njerëzit marrin qëndrime të parakoshme, të ngutshme. Mirë, po tu hec gjatë jetës, tu e pa realitetin edhe bojnë ndryshime. E rëndësishme është, gjithë dakordojmë, pajtojmë që ndryshimi është i mundshëm. Aja që ka ne jemi duke diskutu, jemi duke trajtu kriteret për të ndryshu. Kriterin e pare kemi sfigu dje, pasi që kemi bën një hyrje të gjatë, kemi thonë kriterin numër 1 është vullneti, me pas vullnet për me ndryshu. Ai që ka vullnet, ndryshimi është për para. Unë po i flas për përvojës modeste që ka me palë edhe që i trajtojmë, shumë njerëz i kanë vesh vetes vështërsi dhe shumë njerëz ja vështërsojnë jetën vetvetes. Sidomos ata që paraqesin kriza mentale, para vetes izolohen në shtëpi, në dhomë, nuk don me dalë, rebelohet e kështu me radhë, braktis punën, braktis shkollën, braktis martesën. Unë thjesht i them, a mos ju ka shpallë juve Zotin e shpallje? Jo, kjo është e pamundshme. Shpallja u kry. A mos ju ka thonë dikush nej shkencëtar që ti gjithë dush me vepru qështu? Jo. A mos ka thonë nej hoxh? Jo. Ka kjo? Krejt për shejtanit. Krejt po nefs, ego. Pse ju ka qenë dera e egos? Si ti hapët dera e egos, njeriu nuk mundet me mëri për para. Prandaj, krejt që tu realizohen kur e frenojmë egon. Pra ndryshimi vije me frenimin e egos. Dhe i qesmi pastaj standardet para dhe hecim kësisoj. Pra,
kriteri i dytë të ndershëm vëllezër, për të ndryshuar diçka duhet me fillu prej vetvetes. Pavarësisht çka dojna me ndryshu, pra qoftë në personalitetin ton, tek fëmijët tanë, në familje, në rreth, në shoqëri, Allahu xhelle xhelaluhu këtë e ka promovuar në librin e tij. Ndryshimi fillon nga vetvetja. Siç na thot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar, merruni me vetveten. Juve nuk ju bën dëm devijimit të tjerëve. Merru me vetveten. Pra, pjesa hyrëse e këtij citati na duhet neve këtu si kriter. Momenti që na mirremi me vetveten, atë na jena modeli më i mirë. Pra, fillimisht na po ndryshojmë. Si të mirremi me vetveten, na ndryshojmë. Pjesë e madhe e atyre që nuk ndryshojnë e kanë edhe këtë ves. E kanë edhe këtë problem se humbin kohë shumë me tjerët. Me tjerët, i keni vrejt analista, ateista, e shumë zhurmazhi qështu, medial që janë. Pse ata këto? Se tu më nuk krejt dyjas me avgjet gabimet. Sa që i kanë hidhe librit Allahit, llogarit Koksi, i kanë hidhe librit Allahit, Kuranit, me avgjet behanet. Për shembull, analfabeti, ai që s'do me lexu librin e Allahut, pra ai ka hi me lexu librin e Allahut dhe me gjet vërejtje librit të Allahut. E qysh me ndryshu kë? S'ka mundësi me ndryshu. Prandaj na duhet më marrë me vetveten dhe shembull e kemi vetveten. Secili. Qysh kena ardhur këtu? Qysh jemi në çit gjend? Qysh kena ardhur? Sigurisht që kena punu për me ardhur këtu. Secili pi neve në të bën sondazh me vetveten, në ta bën një kujtesë të vetvetes. Qysh erdhe këtu? Sigurisht që ta që po e trajtojmë na, jemi marrë me vetvete. Stop i kena thonë që saj dukurie, që ti fenomeni, po du me ndryshu. Krejt këto fjalë që po i ndëgjoje, këto ajete, këto hadithe, du me ndryshu edhe ke ndryshu. Pra, a mujna hala, mujmë hala me ndryshu. Pra, kështu është realiteti i jetës. Allahu xhelle xhelalu pastaj suratu Tahrim na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum." O ju besimtar, ruani vetveten. Pastaj na flet për familjen dhe për të tjerët. Por në radhë parë, vetveten. Mbroje vetveten, ruje vetveten, ndryshoje vetveten, plotësoje vetveten. Thjesht vëllazër, unë e kam parasysh që po i drejtoj në një audiencë që janë namazli. Shpesh na për shembull, si të kryet muaji Ramazanit, fillon më na vështirësu pak jeta. E njëjta jetë, njëjtit njerëz jena, njëjta parafrasisht gjëra janë. Mirë po, qëndrimet që i kena Ramazan, nuk i mojmë njëta qëndrimi mas Ramazanit. Sidomos për shembull, te agjerimi i ditëve vullnetare. Me boni projekte, vëllazër, plan, mi thonë vetvetes, unë minimumi po du me agjeru një ditë në mujt. Ka për këto ketë vlera veç e veç. Ka qenë një prej sahabëve i cili ka qenë i njohur me agjerim vullnetar, edhe ai, domethënë, deri çat mos e ka qu veten që ka qenë interesuar me agjeru për çdo ditë. E i ka thonë pejgamberi sa jo nuk bën kështu. Të paktën minimumi një ditë, domethënë agjeron një ditë e prish. E kryesore kanë ardhur argumente të shumta për këtë, derisa i ka thonë pejgamberi sa njëri pi sahabe, agjeru të paktën një ditë mujt. E dietarët islam kanë thonë një ditë mujt e ka një me 10, shpërblesh me 10 ditë agjerim, me 10 sevape. E mi thonë vetit, po që mës mujsha ma shumë të hana e tenjët e 3 ditë e bardha, që një ditë? A mujmë këta? Në mujnë e Ramazanit, për shembull, s'po kemë problem mu qunë syfër. Tu i pas parasysh sevapet e syfyrit, vlerat qënë, jo të ushqimit krejt, ushqimi është pjesë, po ngritja në syfër është shumë e rëndësishme, është shumë bereqetli, është koha ma e lavdishme, por mu pendu të Allahu edhe punë të mira. Të njëjtën e kemi jashtë Ramazanit, e njëjti sevap është, njëjti shpërblim është në kohën e syfyrit. Pra, ata që kanë udhëtime, për shembull jashtë venit, nuk e kanë problem. Për shembull ka udhëtimin para mëngjesit, para sabahit, në ora 4, ai në ora 2 ose para orës 2 me dalë në aeroport. Se ka problem. Pse kemi problem me bën ndryshime? Atëherë i bie që na duhet me i fol vetvetes për me ndryshu.
Po ashtu, dhe Allahu xhelal të ndershëm vëllezër, ndryshimin e komunitetit dhe shoqërisë e ka kurzuar që me ndryshu fillimisht vetveten. Thot Allahu xhelal inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ja ndryshon gjendjen e një populli, një komuniteti pa ndryshuar vetveten. Atëherë të ndershëm vëllezër, pra i bie që ne duhet të bëjmë ndryshim në vetveten pastaj tek të tjerë. Po ashtu të ndershëm vëllezër, nëse duam të ndryshojmë, ta kuptojmë pra prej kriterëve është se çdo ndryshim ka çmim. Çdo ndryshim ka çmimin, paguhet. Pra po bëjmë sondazhin vetveten tonë. Hajde bëjmë një sondazh 10 vjeçar. Sa ja ke po hajrin që ke ndryshu? Sa ja ke po hajrin që ke ndryshu? Që ke fillu mu fal, ke qenë haxh, po agjeron, sa ja ke po hajrin? Dhe kundërta, veç krahasohet për shembull ai person i cili s'ka qenë namazli, kurse në namazli tani të kapin disa gjëra të cilat të bartin edhe të shojnë ku nuk duhet. Për shembull, ke investu para ku s'duhet, ke harxhu ku nuk duhet, bigjozi, alkooli, këtë këto pas vetis sjellin shpenzime edhe mund edhe lodhje. Llogaritni ky është një kalkulim i shkurt. E pra ndryshimi ka çmim. E çdo gjë që është e rënë vëllezër shpërblehet shumë. Çdo sen që është i rënë i vështirë shpërblehet shumë. Për atë arsye pra ne nëse duam të ndryshojmë ta kuptojmë që çmimi është shumë i madh. Pra sigurisht që nëse llogarismi pra po them për një dekadë, jo më shumë, llogaritni për 10 vjet ai që ka filluar mu fal që 10 vite. Që 10 vite do thot 365 ditë në vit e 3600 kusur ditë. Do më thonë, krejt këtu ka po namaz. Vish namazi çfarë shpërblimi ka. Po 10 Ramazana që i ka xheru. Po sa sadakën e ka dhënë të mirat, krejt këtu pra paguhen tek Allahu xhelal. Pra na paguhen shpërblim, na kthejnë interes tonin. Sa ke shpenzu para se me ndryshu, që se ke kqyr hiç, se ke mat ka i ke harxhu parët. Pe që je udhëzu, ke fillu mu fali, ju ke kthy Allahut, ke po kursime, je interesu për familjen, e ke ndërtu edhe ke kursy edhe shumë gjëra të tjera. Gjithsesi të ndershëm vëllezër që shumë ta janë shembuj që ja vlen me i cek, po na shkon mendje për shembull te personat që kur kanë ndryshu, jo që ja ka po hajrin vet, po ja kanë po hajrin edhe rrethi edhe shoqëria edhe ummeti. Rasti i Omerit radhiyallahu anhu u gëzu shumë që shedini, u gëzu shumë pejgamberi alayhis salam kur kanë ndryshu Omeri, kur u udhëzu, kur u kthy në Islam. Se Omeri radhiyallahu anhu para se me pranu Islamin ka qenë i rrept, ka qenë i ashpër, ka qenë i vrasht. Për atë arsye ka lutë Allahun xhelel xhelalu pejgamberin se mu udhëzu Omeri, sepse e ka lexuar që udhëzimi i tij është hajër për shoqërinë dhe për ummetin. Edhe kështu ka ndodhur. Kur e ka pranu Islamin Omeri radhiyallahu anhu, çfarë ndryshimi i madh u bë? Prej një personit që jenë ru njerëz, kanë ikë njerëz, ja kanë shur rrugën shkurt, para se mu bë musliman, para se mu konvertu, ja kanë shur rrugën, si kanë dalë përpara. Pasi që u konvertu në Islam, shejtani ka ndrur rrugën. Jo njerëz që kanë afru. Pse? U zbut, u boj but, u boj mëshirshëm. Ama do bien që ja kanë po hajrin Islami edhe sahabët edhe halon aja shumë i hajrin punëve të tija dhe aktiviteteve dhe iniciative të tilla. Pra të shumë të jenë këta. Pastaj rasti Sa'd bin Muadhit radhiyallahu anhu, që shpesh e kemi përmend, 6 vite ka jetuar në Islam. Vetëm 6 vite. Ky sahabi 6 vite ka jetuar, 5-6 në Islam, po kur ka vdek ky, arshi i Allahut u dridh. Kur ka vdek Sa'd bin Muadhi radhiyallahu anhu, arshi i Allahut u dridh. Për shkak të imanit dhe pozitën që ka poste Allahu xhelel xhelalu dhe kontributin që ka dhënë në Islam. Të ndershëm vëllezër, nëse duam të ndryshojmë nga kriteret, kërkohet që mos mi përshpejtu rezultatet, mos u ngut. Ndryshimi do të kanë dal nga dal, pak nga pak. Mos e merr ndryshimin e shpejt, sepse çdo ndryshim i shpejt ka dhe pasojat. Zakonisht personat të cilët ndryshojnë shpejt i kthehen prap normalitetit kaluar. Ndryshimi duhet bëhet pra
dal nga dal, duhet pra të brumoset mirë, edhe kësaj arrim që të jemi të suksesshëm. Gjatë ndryshimit duhet mi ul pritshmëritë. Duhet mi ul pritshmëritë. Për shembull, apo e marrmi që dikush nga ne këtu për herë të parë si vjet agjeron. Edhe ai mendon që si ta kriju në Ramazanin, tash Zoti ka ma qut diçka pi qiellit, mu si hedije që une kum ndryshu. Pra, mos i qit hapat e mëdhaj. Se zakonisht persona që kanë pritshmëri të mëdhaja, pastaj edhe shejtani i cyt edhe largohet. Ose ka fillu këtë vit, po ka xheru që disa vite, këtë vit ka fillu e mi fal 5 kohë namaz, edhe nuk do t'i çoj më. Po ky person duhet me lut Allahun xhelel xhelal, që shkena shpjegu ditëve të kaluara, me lut Allahun për stabilitet. Mirë po, mos i qit hapat e mëdhaj. Uli pritshmëritë. Se ndoshta ai menon që krejt na që jena në xhami jena të pagabushëm. Kur na shet dikon për neve që po gabojmë, ftofet. Ku o faji këto? Faji, nuk o faji të na që gabojmë, se na im njerëz. Mi po ai duhet me kuptu që, duhet me lexu, dhe me kuptu që, do thot, se cili ballafaqohet me realitetin e vetë. Kështu që nuk bën me i qit hapat e mëdhaj, sepse pastaj zbrapset. Po ashtu kërkohet që gjërat mi po në mënyrë reale. Nëse duam të ndryshojmë, duhet mi po gjërat në mënyrë reale, pra si që të populli me prek me kam në tokë. Jo me jetu jetën imagjinare. Shumë njerëz, sidomos gjenerat e reja sot, jetojnë me iluzione. Dhe më thonë, jetën më shumë e ka iluzjare se sa realitet. Po ashtu të fundit që po du me cikë për sot, një prej kritereve, standardeve për me ndryshu, është vendosmëria. Madje konsiderohet vendosmëria sekret i suksesit për me ndryshu. Duhet me qenë të vendosur të ndershëm vëllezër. Nëse dojmë të ndryshojmë, duhet me qenë të vendosur, me pas vendosmëri, sepse Allahu xhelle xhelaluhu storjet e suksesit për ta ndihmuar robin e ka kurzu vendosmërinë. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, "Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Kur të vendosësh, mbështet jo Allahut. Allahu i don ata që mbështeten. Kështu thot Allahu në citat. Që i bie se vendosmëria është shumë e rëndësishme. Prandaj të e nis prej historisë të Ademit alayhisalam, që edhe këtë shumë herë kena përmend, pra prej historisë të Ademit alayhisalam që ka përmend Allahu xhelle xhelal në Kur'an, se si rezultat i mos vendosmërisë i ka ndodhur ajo që ka ndodhur dhe ka mashtru djalli dhe ka dalë prej xhenetit. Allahu xhelle xhelalu thot: "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma." Në surën Taha thot Allahu xhelle xhelalu, ne veç e patëm marr premtimin prej Ademit alayhis salam. Më herët patëm marr premtim prej tij se nuk do t'i afrohet pemës. Mirë pa i harroj. Pastaj Allah e thekson që standardin që ne po shpjegojmë. Thot: "Wa lam najid lahu azma." Nuk gjetën vendosmëri te ai. Allahu po thot për Ademin alayhis salam, nuk gjetën vendosmëri. Kjo i ka kushtuar shumë Ademit alayhis salam. I ka kushtuar se ka dalë prej xhenetit. Pra, dietarët islam kur e studiojnë çit faktor, thonë, mos vendosmëria mundet me të kushtuar tën jetën. Prandaj bëhu i vendost. E ke kuptu që zbon pa u fal. E ke kuptu që zbon pa i lënë gjinohet. Atë qëndroj besnik kësaj vendosmërie, Allahu xhelle xhelalu çon përpara dhe i të kalon krizën. E këtu për ta përmbyllur këtë ligjëratën, shembull e kemi pejgamber të vëllezër. Dhe e kemi cekë edhe këtë në një prej ligjëratave të kaluarën, cila është historia e dallimit ose ku është urtësia e dallimit të ulul azmit, pejgamberëve që janë të veçantë. 5 pejgamberë që janë ulul azm të veçantë: Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe Muhamedi alayhis salam. Dietarët islam thonë suksesi i jetës tyne. Suksesi i jetës tyne. Përveç që Allahu i ka dallu, ne e trajtojmë aspektin jetik tyne. Suksesi i jetës tyne ka bën me kon të veçantë. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra vendosmëria e bën njeriu të suksesshëm. Prandaj dhe duhet me i zbatuar jetën e përditshme, ka dhe faktorë dhe kriteret e tjera. Këtu po e përmbylli këtë ligjërat deri në takimin e radhës. Zoti ju shpëlbej për vëmendjen. Alhamdulillah rabbil alamin.